Një gjë kam kuptuar nga përvoja ime dhe ajo është të ndërtosh një miqësi me Allahun, të bëhesh shoku i tij. Folja e tij tregoj hallet, frikrat, dëshirat, sepse ai të dëgjon dhe është gjithmonë pranë teje kudo që je. Le të marrim shembullin e Ibrahimit a.s., babai i fesë. Në kohën e tij nuk ekzistonin 5 namazet, ato na u sollën më vonë përmes profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, por megjithatë Allahu e quajti Ibrahimin mikun e tij. A e keni pyetur ndonjëherë veten se si Ibrahimi arriti këtë afërsi? Si arriti Ibrahimi dhe profetët pas tij të kenë një marrëdhënie kaq të ngushtë me Allahun dhe të bëhen profet? Forma e adhurimit të Ibrahimit, nëse studiojmë historinë e tij, ishte përmes meditimit, reflektimit, kërkimit të sinqertë të së vërtetës. Ai shikonte yjet, hënën, krijimin madhështor dhe thoshte, kjo nuk mund të jetë pa një krijues. Dhe kjo është sinqeriteti një zemre që kërkon të vërtetën dhe udhëzimin. Dhe kush kërkon, gjen. Allahu ju udhëzon ata që kërkojnë të vërtetën dhe ja afron më shumë tek ai. Dhe për këtë Allahu e afroi Ibrahimin dhe e quajti mik të tij. Pra nëse do të ndërtosh një besim tek Allahu, fillo duke ndërtuar një marrëdhënie miqësore me të, ashtu si me një njeri tjetër. Para se të kesh besim tek një shok apo një marrëdhënie, ti ndërton një lidhje, së pari ti kalon kohë me të, komunikon, i hapesh, i tregon gjithçka për ty derisa i beson. Po a i hapesh edhe Allahut në këtë mënyrë apo i fshihesh? Mëso të flasësh me Allahun, fol hapur me të, ndërto një marrëdhënie me të në namaz apo shko në natyrë, në përshëtitje dhe fol me Allahun. Mos e shiko namazin thjesht si detyrë, por si një takim me Allahun, si një moment i shenjtë kur i thua gjithçka, si të flisje me shokun tënd më të ngushtë. Kjo është ajo që unë bëj çdo ditë, i flas Allahut si shokut tim më të ngushtë. Në namaz apo kur jam në natyrë, unë i hap zemrën time. Nuk dua të fshihem nga Allahu, sepse kur fshihemi prej tij, ne nuk po ndërtojmë besim në të. I tregoj problemet, i kërkoj zgjidhje dhe ai më udhëzon. Pastaj e shoh se udhëzimi i tij është gjithmonë i drejtë dhe çdo herë që veproj sipas udhëzimit të tij, besimi im shtohet, miqësia thellësohet. Kështu pak nga pak mëson të mos fshihesh nga Allahu, por t'i afrohesh, dhe kur ti afrohesh atij, ai të udhëzon më shumë, të forcon më shumë. Sa më shumë të ndërtosh këtë marrëdhënie, këtë miqësi, aq më shumë do të besosh edhe aq më shumë ai do të udhëzojë. Dhe kështu ndërtohet miqësia dhe besimi me Allahun. Asalamu alaikum.